Dhe parlamentar që keni ardhur. Zbatim programi që ka Fed Invest, që është një institucion financiar i mikrokredi si disa prej ushqimtarëve të Fed Investit dhe të programit ABA, që është në funksion të promovimit të vlerave të Fed Investit, të përhapjes teknologjive të përparuara, të këtyre shërbime financiare që janë depozita, kredi, edukim financiar dhe teknologjive. Këtë kuadër, duke pasur parasysh se shega rritet e vitet e fundit patimit të nivellit të rritë të tyre dhe gjen kushte të përshtatshme të zhvillimit e prodhimit në zonën tonë, duke biseduar me disa prirësh, arritëm në konkluzionin që ne të bëjmë këtë takim duke ftuar profesorin në Universitetin Bujësor, zotin Azur. Faleminderit për pjesëmarrjen. Jam pak i emocionuar që gjendem mes jush. Unë përfaqësoj qendrën ABA, nga ku në strukturën e saj janë 3 punojës, dhe janë 6 ekspertë dhe 7 të përzgjedhur, që një nga ata është sot me ne dhe zoti Valentin. Dhe sipas kërkesës që bashkërisht, nevojës për një trajtim, për një mendim ndryshe në rritjen e shekës, ne jemi sot këtu me profesor Yusuf Kaziun, që do shpjegojë detajet, po themi, mbi teknologjitë e reja. Qendra ABA, përveç të tjerave, ka në suport për gjithë fermerët produs, që fillon edhe nga bujësia, nga përdoria, ne kemi ekspert në të gjitha fushat e prodhimit bujësor. Dhe mundohemi që të suportojmë me dhënien e dijeve ose me dhënien e të rejave, sidomos dhe në ndryshimet klimatike që po ndodhin shpesh sot. Është e rëndësishme që Fed Investi ka dashur të ketë këtë shërbimin jo financiar për të gjithë fermerët, dhe është e hapur, ideja që institucioni Fed Investi ka dashur të sjellë në anën sociale dhe është në ndihmë të fermerëve shqiptar. Dhe është një gjë që është falas. Çdo shërbim që ne kemi te ABA, unë shpresoj që shumë prej jush janë të regjistruar, por për çdo nevojë që juve keni, te rubrika Pyet ekspertin, ju mund të merrni një përgjigje brenda 24 orëve nga ekspertët që ne kemi. Është një mendim ndryshe që ndoshta ju vlen në atë punën e përditshme, por dhe mund ju zgjidhë një problematik që po themi agronomi i zonës apo ai që ju jeni mësuar zakonisht nuk po i jep dot zgjidhje. Kështu që keni një dritare për ta shfrytzuar në rast nevoje. Pse sheh? Unë them që është një interes. Pse? Para herë kemi deficitin drejt për prodhimin e shehës. Pavarësisht kemi shumë, po nuk është e përhapur pjesë. Pra ne kemi masive si të shmolla, gardën që shka tjetër. Pra ana tregu ka nevojë. E dyta, gjen shumë përdorim gjithkund. E freskët, në kuzhina, industri përpunuese e tjerë. Po mbi të gjitha është e shëndetshme se ka një sër vlera shëndetësore, ka grup vitaminash, ka anti-rëndësi, ka antioksidantë. Ka antioksidantë që ndikojnë direkt në mbrojtjen nga kanceri, sidomos prostatës. Po ajo që ka rëndësi nga ana agronomike është sepse shega gjen përhapjen në ato toke që shumë kultura tjera nuk bëhen. Pra është bimë që ka prerë nga Persia, nga vendet e nxehta, u përhapet me zë, tash ka marrë gjithë botën dhe po përhapet në mënyrë të vrutshme. Pra për të mirat që na sjell. Pra duke u nisur nga kjo që pavarësisht se ne mund ta vjedhim jo se çdo tokë në shëndosh. Absolutisht. Po ama atë ku nuk mund të kultivojmë, është vështirë të kultivosh ose të mbillen pemë tjera, sheka gjen shumë mirë për hapje. Ne kemi arritur gjithmonë në përpaqe. Po flasim për shekë ose përdorje intensive, kërkohet diçka e çik më tepër. Fillojmë çështë përgatitja e tokës. Si çdo përdorje tjetër, pra edhe sheka, pavarësisht se është shumë rezistuzë ndaj tacirës dhe ka shumë pak kërkesa për lagështirë, megjithatë, si i bën shërbimin, atë ku komenton për atë investimin, është shumë mirë. Atëherë fillon të zgjedhën e kultivarit. Po ne kemi atë kultivar të vendit, po kemi atë kultivar të introduktuar ose të nga jashtë. Dhe kryesisht kultivarët e vendit ne kemi tivareshën, pra me origjinë nga tivari, por që ka qenë përhapur shumë në Shkodër. Kemi paçallikut, pra Devetisha është e gjithë Shqipërisë. Po Devetisha po. Zonat kryesore, shef kryesore të zonës tuaj janë tivaresha dhe paçalliku. Pastaj janë edhe kultivarë të bërë nga Turqia dhe nga Izraeli. Bile një sheh që i thënë Underfulli që është që për qenë shumë përhapje sot,
ajo pavarësisht se ne i themi sheka izraelite, ajo është pak me origjinë amerikane, po ka hyrë nga izraelite. Si do ta gjejmë fitarin, ku do ta gjejmë fitarin? Duhet gjithmonë për të përcaktuar një fitan, çfarë fitarin marrim, duhet nisim nga kushtet konkrete të zonës. Pra, se kultivaret janë me pjekët hershme, janë me pjekët mesme dhe me pjekët vonë. Unë për mendimin tim u them që ne të rrim, për ne e kërkoj që të gjitha, po ama që sheka mos të dëmtohet, do flasim çik për shërbëtimet fiziologjike që ndodhin me sheka, unë them që ne të jemi të kultivaret me pjekët të mesme. Siç është këtu në ndërfulje për shemb. Plus që ka edhe trek, ka edhe pamje, po i ka këto tifare shumë bukura, ndërfulje, është shumë e përshtatur për vendin tonë, i shkon pra dhe vendin tonë. Pra, për çka këtë kultivar në thashë dhe i kete klimën, tokën, kjo është e vërtetuar ka të që prish që të këtë zonë shko, sepse ne kemi edhe pjesën shumë kodrina të detit, pritë sheka erës. Kjo të regon që sheka gjenë kushtet më të përshtatshme, se habitatet ose shpërndarjen e kulture e përcaktojnë dy faktorë kryesor, temperatura dhe lagështia. Temperatura do nuk bën më tek se -50 gradë, që sheka e vjetër, sheka pra gjatë dimrit, sa gjatë hënacë, i duron të temperatura, nuk është problem temperatura. Ama deri diku lagështia po. Për dy arsye. Lagështia e tepërt ose vonesa, kur kemi vonesë, lagështia e tepërt ose lagështia në kohën e pjekës deve na e çan shekën. Dhe e bën prishësi konte. Një defekt fiziologjik i shekës është çarja. Ku do të shënojmë tani? Për na tash kultivarin. Ne do të gjithë kultivar se një është faktori gjenetik, pra është kultivari ai që ka gjithë që po. Është kultivari që e ka vetë dhe çarë. Ne do të shënojmë dhe ato kultivar që nuk çarën. Për shfrytëzimin në momentit edhe këtë që çan, ka herë duken edhe të bukur edhe konsumon. Pa mo ne themi që sheka, se sheka mundroi 6 deri në 8 muaj. E pudrë dhe pish, 20 cm pish, 6 deri në 8 muaj. Në kushtet frigoriferike, kuptohet me 6 gradë Celsius, sheka mundroi 6 deri në 8 muaj. A pra, çe pasën në kultivar? Që ne të sjellim kultivarin që mos na çan. E dyta, a kemi mundësi ta studojmë këtë shkrepullin fiziologjik të çarjes? Po. Thamë që sheka rritet e reziston shumë mirë atë. Në vite shumë të thata, në qoftë se ujitje nuk e kemi të përhershme, në doza shumë vogla, se 600 mm kërkon që se gjatë gjithë vitit, qoftë se nuk e kemi, nuk e bëjmë në hapa, nuk e bëjmë të shpesh, dhe nga pak, atëherë jemi të dëruar të çaj shekën. Pse plas sheka? Sheka plas se ka lëkurën e jashtme, që quhet epikardi, dhe ka endokardi ose pjesën e mrenshme. Zakonisht pjesa e mrenshme është më e thurë, të rritet më shpejt se sa pjesa e jashtme. Kur ka thatësirë, kjo diferencë ndërmjet rritjes mrenshme dhe rritjes jashtme, detyrimisht ku të shkojë të ta çajë, pra? Atëherë pra, dhënia e ujit me deprim, ose dhënia e ujit kur ka kaluar një stres stacire, detyrimisht arrin në këtë gjë. Pra, kush e vaditso, kush ka vaditso, është një që ta vadis me porcione të vogla dhe sa më shpesh. Në rast se kemi thatësirë të zgjatur, dhe jepet mundësia dikujt me vadit, unë them që më mirë mos vaditet. Se 100% do ta kemi të plasur ose të çarë. Një defekt tjetër që sheka është edhe djegja nga tjetër. Qoftë se keni parë aty e ka djegje na zbardhet, edhe bëhet ashtu piqet dhe mumifikohet, mumi themi, e tamam. Sa nuk ngrit të shohet ashtu. Pra edhe duhet gjatë kërcimit do ta kemi të leshkë gjatë kërcimit. Ose gjatë radhimit kur bëjmë radhimin. Mënyrat e mbajtjes, si do ta mbajmë shekën? Shekën mund ta kemi në formë shkurre ose në 2-3 degë nga baza, se sheka dizet shumë fundate. Ose një dung i vetë në formën turbore. Pra, kur kultivojmë do të vendosim, do ta marrim me 2-3 degë nga fundi, apo do ta marrim me një dung i vetë. Kjo është mbarë, nuk ka të dyja pranohen, por nuk ka problem, po vetëm se do të kemi parasysh një gjë. Distancat e mjetrës ndryshojnë ndaj. Kur e marrim kështu tip shkurje, distancat e mjetrës mund të jenë çik edhe më larg sepse bën 2-3 degë, kurse distanca tjetër mund të jenë edhe çik më afër. Po mund ta bëjmë edhe fondate. Të ketë fondate. Ato janë distancat zakonisht, distancat e mjetrës janë 3 me 4 ose 8 dënç ose 4 me 4. Kurse kur janë gati pastaj po çdo 30 cm, 40 cm ndër. Sheka mund të shtohet edhe me far, po mund të shtohet edhe me kontakt. Nuk rekomandohesh aty. Me far është çike vështirë sepse ai individët që dalin nga fara nuk i ngjajnë ose nuk ngjashojnë, nuk ruajnë të parë të parë. Prandaj ne rekomandojmë të thonë që bëhet o me pjesë shumë keqare ose me fundak. Pjesa me kremza ose fundak, pra e njëjta gjë. Këtë dega kryesore, pra, e vendosim ta marrim tru, po do të shtojmë shek. Nuk do ta bëni tani, do ta shtojmë vetë. Atëherë çfarë bëjmë? E mbushim deri ku me dhe këtu. Edhe do të çelin shumë fundak ose kremza. Atëherë në vitin, këto mrena vitit, po t'i marrim dhe mbushim dy herë, ja heqim, edhe e presim edhe e çel
në vendin e përhershëm. Ose po e origjinale. Kjo 100% jemi sigurt që vërtet që këto fitanin që morëm ka vetit e bimës së kurse nda fara nuk jemi sigurt. Se fara se nuk do të fund aneksionet digjitale. Fara zakonisht kush pemë shokë me farë degenerojnë ose nuk e kanë tiparin e bimës së Pra për qenë sigurt është me mirë. Është edhe një metodë tjetër që mund ta bëni pra, panaj po jo për mend, se mund ta bëni edhe vetë. Copa shumë vjeçare, 2-3 vjeçare, bëhet rreth 30 cm e gjatë. Kënyja e fundit mund të pritet 0,3 deri i 2 cm, sa tu bëhet rrezimi. Kurse pjesa e sipërme pritet 1 cm nga kshu i sipër. Hapën kanalet 30 cm të futet aty në bulohet. Te rushena. Si ti dimë të tjerë. Ose plera azotike, pa për të termin plera azotike, ta një traforet kun plera azotike do të përdoren të 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 Bërë e saktë është sa i pine. Ti mund t'kesh me këto 4-4-6 mund t'kesh 160 bimë për hektar, llogarit të sa i pine ka 150 gram, 200 gram, mjafton. Pse do të kemi të kujteshëm për azot? Është shumë lukse ndaj azotit, faktikisht, po na prish cilësinë. Pse? Prish ngjyrën edhe na prish cilësinë e voplës. Azotite. Si të thush kryesor mund të përmend është një kënim që i futet. Që luftohet, nuk është se luftohet, një në pragun e çelës e lidhjes, do të thonë del gonxha dhe një në pragun e lidhjes tamam fokës, mund bëhet kjo spërkatje, edhe morri. I morrin e një tjetër. Në filizat e rria dhe ato edhe prish ashmasa. Po luftohet. Ai sa agresiv duhet, çu pa ai shpejt luftohet. Ai luftohet më lehtë lart. Kurse nga smunit dy janë kryesore. Është kjo e tjetër që tash ai që mumifikimi ose që e kthen në alternare më stan, është një smundje që e nxin komplet brenda dhe përshitësinë. Është edhe tjetër që del si punë mygu sipër, zakonisht ajo bëhet kur sheka dëmtohet ose ka një vrasje edhe kështu. Edhe këto janë dy smundje që është pa probleme shumë për të dëmtuar. Një gjë tjetër tash të them që rëndësi ka vendi ku e mbjellet. Kjo nuk duhet ta shpëtoj. Në vendin e mirë dhe në vendin në erë të fuqishme, duhet eliminuar mbjellja e sheshës. Në mirë ku pse, më shkruan dhe këtë ekspertin një. Kam thashë parcela tani këtu një po unë soi se kisha pa, po thotë njëra më bëhet prodhime tamam, tjetra akoma janë. Në rast se është puna ullirit, në rast se sheka nuk ka nevojë për pelmos, pra jo thash, sheka për pelmohet, s'ka nevojë për gjë tjera pelmose. Në rast se ka mjellu, kemi dështim masiv plurës. Pra, duke qenë se ajo kryesisht pra nëpërmjet erës kemi dështim masiv plurës. Edhe domethënë ai tjetër që është shpenzim, goxha shpenzim. Po era ka dy defekte kryesore. Era e forta në kohën e pjekjes mund ta çaj, pse se avullimi i shpejt bën diferencën pra ndërmjet tundjes dhe në borë, mund ta çaj. Edhe ato tundjet që më shon nga era, edhe të shikoj, e kupton. Edhe shikon po umret, po vra, pra mreti e qyne, apo jo. Po umret, po vra, nuk jeton më gjatë. Në kohën e lulëzimit që është vërtetuar që ndikon pozitivisht. Në kohën e lulëzimit është spërkatja me borin dhe kalumet. Jo. Kur trashin sheka. Po. Vllaja bën. Po. Kur vjen puna mu pjekë dhe çohet. Kam një tjetër që e lagu, ky javet, edhe ajo çohet. Po mund tash është kultivari pa ne. Aty me atë kultivar nuk e di se kultivari, atje pa ke pas tema pa dem. Se një tipar tjetër i shekës është ky që është cilësi pra. Nuk kërkohet që të ketë në lëvorë të trash. Se sa lëvorë të trash, ai që për shumë kur ka, ai që e ble, ka me nuk me tonë, ai që e ble për kokër mrena, për të kokër dhe kuqe mrena. Po të bëhet lagja, me ka për të qanë me kararë, po të bëhet lagja me kararë, dhe e mirë, absolutisht është vështirë. Kam cikë të re, para e shkët, par djetë. Ju kam cikë të re, ju kam cikë të kile së re, edhe kam bo me fresë. Po, shumë bu. A kam bo mira këtë? Ke po shumë mirë. Por nuk e di sa sa i kile përnojë. I kile përnojë, qikë shumë jo. Po janë 12 vjeçë. Pa mirë, pra i qikë shumë jo, a di pse, unë ta thash, jo se shqeto shumë bumë së parë. Qikë shumë? I ka qikë I të në se ku mi cikë, në home. Po, puna është që unë ta thash të puna e zotit. Sheka e kërkon jashtë mase. Jashtë mase për nga prish cilësinë e kokës. Po ju prishe e njyre se po rritje në pak të vërte. Dakor, se ky që ka vadite me piku, sa ketë vadite me piku, mund ja boj edhe në vegetacion, apo ka. Po ureja, gati blerim pasur, ose se ka fitu të që nëse keni pasur, këtë fituaj mundësimi i kujtë, qëtët e kujtë, që zjera në të qanë, nuk ka fitu. I të që është ta muam koha e vetë, sepse, shnohë ureja nuk asimilohet si nitrati a shpejt.
po dalë ke agronomia dhe që këtë dushyrit e bimë. Edhe ureja do të zbërthehet, është një enzim që quhet ureaz, që bën zbërtimin e kësaj uresh, se ajo që hudhem në tokë nuk e ka bim ashtu të herë. Pra duhet i para përgatitet për bimën, e ka ajo që quhet në kompleksin e thithës, dhe sistemi rrënjor mësaj për shkëmbimin në kompleksin e thithës dhe thet sasinë azot. Pra ureja që shkojnë deri te thithja, i doja ka të 5 ditë. Edhe më shumë. Gati 2 javë. Po, gati 2 javë. Kurse nitrati është shumë i shpejtë. Herë ti ke bërë shumë mirë në këtë kohë, sepse shega jote, i kërkesat janë shumë pakta, e kupton se sa ka fiku shpërtimi, e kupton. Kërkesat janë shumë pakta. Kur vi momenti që ajo kërkon të fillon rritje intensive, rritje temperaturës, të lagështia, gjitha këto, ka intensitet rritje pastaj, kërkon edhe më shumë ushqim. E kupton? Një fëmijë i vogël me një fëmijë të madh, çka ke parasysh. Ndryshoj, do edhe sasi të shumë ushqimi, atëherë ti e ke tamam. Unë them që sasia mund të jetë çik, po mos u bëj këto ska, ne rekomandoj ti. Por anë gjetër, e derisa filloj bulzimi, të bëjmë krasitje. I thëshi pse nuk duhet të rryj shumë herë, sa të bëjmë tjetër. Do dini një gjë, bima ka asimilatet, pra dhe të shyse, që në kohën e zgjedhjeve, këto asimilatet që kanë në skaje, kërkon të mirë, e të depozitojnë në trunkun e saj. Në rast se ndërhyjmë herët, hala këto asimilate nuk kanë shkuar në depozitorin e tim, edhe në gjatë krasitjes heqim një mirë. Bashkë me dekën heqim një mirë të lëndër shyse që të i shkojnë mirë. E dyta, vonesa e kundërta, fillo aktiviteti i timës, pra fillo të marrim ushqimin nga toka, ta çojmë në skaje, ta çojmë gjithë pjesë, edhe në qoftë se vonohemi, kemi hequr një pjesë të sasisë të lëndër shyse që të i shkojnë mirë. Kjo është. Të shika nuk ka se ka ndaj kushtet të çfarë. Shika faktatyrën e ka vetë deri diku rallo vetë. Se shika lulen e nxjerr në majë të degës. Kështu që nuk ka rrëzim jashtëmasë, se tash ka 2 lloj lulesh. Ka 2 lloj lulesh. Në rastet ku është shumë shpesh, ajo vetë ajo, si gjithë frutat e tjera, në llogarisëm që kokrën me kokrën të 10 cm lart. Shegat duhet vjen në dorë në tërhepur, ja me gëshon. Po me gëshon pra, kur është maturia e shef. Janë 2-3 kush kryesorë të shef. Është sheqeri, sasi e sheqerit dhe aciditeti. Aciditeti do të jetë shumë i ulët dhe sheqeri do të jetë sa më lart. Këto majoshe dhe kanë vetë ato. Këto ka aparate që e pasit, po si do të kuptojmë ne që ka ardhur momenti i vjetës shekët. Jo gjithë e masin, jo gjithë e dim që ka këta 2-3 kursi ju thashën juve, atëherë treguesi kryesor është ngjyra e shekët. Ne do të dimë një parë të kultivarit. Ka kultivar pra siç folim ne, ka kultivar që janë kuqe ose vishnje, ka kultivar që janë jeshil në të verë. Si rregull, kultivaret janë të verë në jeshil. Kultivaret majosh e kanë kurën e kuqe. Unë për shembull po ta shoh një shek në të parë, po ta shoh të kura të kjo shek majoshe. Po pra, me ngjyrën karakteristike të saj, mos ta di, po edhe e provë, edhe çfarë. Edhe çfarë, do të ketë kokrën e kuqe, çfarë është varieteti ka kokrën e kuqe. Ja, nuk u çova, se nuk u çova. Pa, vetëm ngjyra. I të shi, nuk e di, po ke sheka, varietetet ndahen në makinë të tij. Fillon gati 100 gram deri në 500 gram i kokë. Edhe i kilet të 9 metra katrore për një rrojë, është normale, është? Në distancën 4 me 4, me 4 me 16, unë e vëmë vetë 16 metra katrore. Nëse 3 për 3, 9 metra katrore. Shiko, mbarë si du ta marrësh, po ti ishi kujtesim në krasitje, në rregullim, po mbarë edhe kultivari çfarë fuqi rritje ka, është mjaftueshëm, po. Po, mos e vetë me. Shegja në 9 metra katrore tampon. Po, pranohet, po pranohet. Shiko distanca të shi 4 metra rreshtin nga rreshti, ne se unë fola për kultivarin e për shërbimet që ti bësh, nëse ke shërbime intensive, ushqim të poçëm, e bën distancën më të madhe. Po ama një faktor tjetër në distancë është edhe mekanizmi. Domethënë ne llogarisim që bëjmë mbjellim me rreshta, azet injektor ose një aparat që të bëj freza, të bëj probleme të tjera. Varet të përcele, se në një frezë, Shekët mund të vjen edhe 4 cm, mund të vjen edhe 2 metra, po e kena mundësinë në mekanizmi? Po mirë, varet e tipi mekanizmit që Bravo, para që Kanë ureja të kanë qenë frutit. Kanë ureja të kanë qenë frutit. Unë tash ureja si gjithë plerat azotike, dhe nuk ndikohet fare ke kalcimi, vetëm nëse kemi rritje, ke kalcimi ndikon në ndjellësimin e tashës. Kujtësimi sa të kuptoj, është spak, e kuptoj, ndikon, edhe diferenca
Jo, edhe kjo, edhe pushimi, edhe pushimi, mos balancin një të ushqyr. Pra, qoftë se jam i mazovin e tepër si ta. Si jeton aska lumin e fosforit, që të gëjtë dy e në rezistencën e klimës. Atëherë, jeta për mjë të motore. Kështu është. Po jo se të tiko kështu edhe të urejë edhe mile edhe tapi, që ne themi tapi, jam unë i fosfatit. 3 hektar smajta. Ose të jam unë i fosfatit, që ka vetëm 2, pra ka 26% fosfor, ka dhe ure 4%. Edhe ky ureje në gjithë punë, shumica ure, përveç nitratit të amoni, shumica komponive tjera janë në formën ure. Pavarësisht se ne jam shumë ure, pero sulfati amoni e ka nitratin në formën e ure. Për fosfat mos e përdor. Pa, kaliumi është i pranishëm. Tjetër, edhe ke shega kemi krasitjen formuse dhe krasitjen prodhuese. Krasitja formuse zakonisht është